fakt, problemi i madh nuk është ky. Problemi i madh është 40 eurosh. 40 euro harxojmë për natë këta. Sepse ne shohim merret ai impulsi që turizmi po bë kanal. Është low cost turizmi. Dhe njerëzit hapin shumë njësi akomodimi, edhe në Tiranë hapin shumë njësi akomodimi që japin gjithë vitin me nga 30 euro, 40 euro, 50 euro dhe bllokojnë dhe njëri tjetrin, nuk i japin me qira, sforcohen etj. Pra gjitha kjo ti po jep një impuls opinionit që turizmi këtu fiton shumë, po në fakt në realitet për familjet që merren me këtë fushë në pjesën e akomodimit, për shembull, e fitim modest. 40 euro nuk të jep fitim. Dhe Greqia për shembull mund ta ketë 80 ose 90, pra nuk ka rëndësi vetëm numri, po është edhe shuma. Kështu që nëse i gjithë ky sektor turizmi në Shqipëri, flasim mesëm dhe i vogël, nuk arrin gjeneroj 10 milion net, që të paktën atje nga 2-3 milion turistë që vinë edhe akomodohen në këtë formë pak më formale. Po fillove me WhatsApp, me gjëra, më merr mua në telefon e tjerë, mbetet pak edhe numrat janë të rëndësishëm. Çdo kush duhet ta kaloj pak në janë formal, prezantohet, marrë dhe ato review që ne tha me të gjitha këto. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Ai 12 milionshi në qoftë se nuk transferohet në këto shifra, në vlera për fjetje, në numra real, në gjitha platformat, në Booking, në Airbnb, në platformat që mund të kenë hotelet e tjera, nuk jep shumë i pak. Po ky 2 milionsh, në fakt, mund të jenë qindra mijëra familje që mund të kenë blerë apartamente për shembull rasti Golemit, që vazhdon të ndërtohet shumë për të fituar këtë 40 euro për të penguar njëri tjetër. Dhe nuk janë investime të fryqme. Ti nëse nuk arrin dot të gjenerosh një 3-4 mijë euro në vit për një njësi akomodimi, nuk e ke hyrë fare. Për të kaluar mirë për pyetjen që bëra për euron. Se përmenda elemente pozitive ose që qeveria bën. Ka element pozitiv, është vetëm grossisë, pra vetëm importuesit. Ky është elementi vetëm pozitiv. Qeveria thotë që është për shkak të rritjes ekonomike që është forcuar euro apo superlekut, të them. Kjo është një situatë shumë e thjeshtë që ne shtulur borxhi etj. Ne tani e morëm informacionin nga disa, kishim dëgjuar, ishte pak informale si diskutim me njëri tjetrin, po tani nuk është më informal, pas edhe veprimeve të fundit të SPAK-ut, patjetër nuk është e lehtë ta thuash me shifra, Banka e Shqipërisë patjetër mund të ketë shifrat më të qarta, por ka minimalisht një 3 miliard euro në vit që vjen, disa herë më shumë, disa herë më pak, disa muaj më shumë, disa muaj më pak, që vjen çdo vit ekstra nga narkotrafiku, që nuk bëhet fare në Shqipëri. Shqipëria nuk është pjesë fare e këtij procesi, por është thjesht destinacioni i parave që nuk vijnë nga asnjë veprimtari ekonomike në Shqipëri. Dhe duke qenë një gjë kaq jo e lidhur me ekonominë shqiptare, patjetër ajo çdo vit i jep një lloj shtytje kursit këmbimit për nuk duhet habitemi që nëse kjo gjë vazhdon edhe 4-5 vjet, mund të shkojë kursi edhe 75. Pra nëse ti merr 1000 euro nga një punë remote ose tjera, ti kjo do ishte faliment i gjithë eksportuesve shqiptar, i gjithë ato që marrin remitancave që do të paditëshin turizmi bëhet më i shtrenjtë. Patjetër bëhet më i shtrenjtë. Për vetëm avantazh thash, janë importuesit. Po gjithë pjesa tjetër. Turizmi është bërë gati i shtrenjtë sa Malizia, po me vendet apo Greqia tani, ton turistët e huaj në. Po. Dhe kjo nuk është natyrale. Pra është një fenomen që nuk vjen në qoftë se ti do kishe bërë një strukturim me 30 resorte, po flas në zonën Darzezës, ka rëndësi, dhe gjitha këto 3 miliard do të ishin para të turistëve që vinin në sezonin e verës, ato do të rishpërndaheshin edhe nuk do kishin asnjë efekt në ekonomi, sepse njerëzit do të merrin pagat, do bliheshin produkte brenda vendit, pra do transmetohej e ardhura ekonomik. Këto bllokohen në apartamente, bllokohen në vila, dhe rrisin çmimet e vilave, rrisin çmimet e apartamenteve, sidomos këto 3-4 vitet e fundit, dhe normalisht ne jemi për mua, po ta kapësh shumë, edhe për protestën, faktori kryesor shtrenjtimi i kostos është këto të rinj, këto 25 vjeçare që janë tani, e kanë malore
blerjen e një apartamenti në Tiranë mund të jetë i aksesueshëm pas Kuqani apo Babroj, pra në cepat e Tiranës,